Përshëndetje, mirë se erdhët. Si fillim po flas një për shërbimet e mia, pastaj do të kaloj tek parashikimi për javën e vazhdim. Do flas një për ndikimet e përgjithshme, siç e bëj gjithmonë, pastaj do të kaloj tek shenjat me radhë. Një herë se fillim, unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënave flas në lidhje me ciklin e hënës, në kohë që të premteve bëj parashikimin për javën e vazhdim. Këto video i vet e kanali im YouTube-it, ndërkohë që kam edhe parashitjet e mia në televizion. Këto janë përsëri të hënë dhe të premte. Të hënave jam tek kanali AdyCNN dhe tek programi Report TV. Tek AdyCNN jam në orën 9, ndërkohë që te Report TV jam në orën 10:20. Dhe ditëve të premte jam tek Top Channel, pra është shtuar vetëm Report TV tashmë. Përveç këtyre, të cilat janë shërbime për ju, për publikun, prandaj dhe janë pa pagesë, kam edhe shërbime personale, të cilat bëj analizën e hartës tuaj të lindjes, janë specifike për ju, kërkoj një punë ekstra, prandaj dhe janë shërbime pa pagesë. Gjatë këtyre, siç e thash, mund të bëjmë analizën e hartës tuaj, mund të bëjmë analizën e lindjes tuaj, mund të gjejmë ascendentin për orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë, dhe të bëjmë parashikimin për të ardhmen, ose të shikojmë probabilitetet më të larta që keni në hartën tuaj dhe si të arrini potencialin tuaj të plot. Për të gjithë ata që duan të prenotojnë konsultën e tyre, mund të më shkruani nga WhatsApp-i im, i cili është i vendosur tek të gjitha platformat e mia. Emri te të gjitha platformat e mia është Astrologe Denisa Shyle, e zgjodha në mënyrë që të ishte thjesht. Pra shkrova në këtë mënyrë që të ishte thjesht që të më gjeni. Okej, shumë faleminderit të gjithëve që po angazhoheni me videon dhe tani po fillojmë me njëherë tek ndikimet që kemi gjatë javës në vazhdim. Është një javë e vështirë relativisht, me thjesht se java që po kalojmë tani, por është edhe jo e vështirë. Duke qenë se kemi hënë të re tek shenja e dashit, do të thotë që hëna është duke u zvogëluar, prandaj dhe energjia është duke u zvogëluar. Pak më tepër që kemi shumë vendosur tek shenja e dashit, dhe ditën e mërkur do t'i shtohet edhe Mërkuri, data 15 në orën 5:22 të mëngjesit, pra ditën e mërkur do t'jemi me Mërkurin të vendosur tek shenja e dashit. Ndërkohë që Mërkuri është i vendosur tek shenja e peshqve, siç është në këto momente, shkakton probleme, duke qenë se ne shpërndajmë në logjikën tonë, nuk arrim që të fokusohemi, nuk përqendrohemi ashtu siç duhet, prandaj edhe mund të bëjmë gabime. Ditët të cilat janë më problematike për këto është dita e martë, data 14, do të filloj para shumë drejt mesditës, duke qenë se do të kaloj Mërkuri tek grada e fundit të shenjës së peshqve, dhe grada e fundit të shenjës së peshqve është shumë problematike, shkakton dëme të rëndësishme, mund të shkaktoj aksidente, në disa raste ne mund të jemi vërtet shumë impulsiv, prandaj edhe mund të shkaktojmë dëme si marrëdhënieve tona poshtu dhe ne vetë në organizmin tonë. Prandaj duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm, përsëris dita e martë është nga ditët që duhet të jemi të gjithë shumë të vëmendshëm. Ndërkohë që duke filluar nga data 15, pra ditën e Mërkur, që herët në mëngjes do të jetë pak para lindjes së diellit, Mërkuri do të kalojë tek shenja e dashit. Kur Mërkuri është te shenja e dashit, mendja fillon të punon më shpejt, duke qenë se është një shenjë zjarri, jemi më perceptiv, mendja jonë bëhet më e mprehtë, komunikimi bëhet shumë më i shpejt. Kjo mund të thotë që edhe mënyra se si flasim me njëri tjetrin përshpejtohet në mënyrë të dukshme. Normale që edhe kjo mund të hap rrugë disa gabimeve, por duke qenë se është më e thjeshtë për të dalë mban, ose e kemi më të thjeshtë për ta perceptuar nëse kemi bërë gabim, detyrimisht marrim edhe më thjesht masa. Shenja që ndikohen më pozitivisht nga këto kalime planetare është një shenja e peshqve, duke qenë se kur kemi një vendosje të një planeti, çfarë do lloj planeti që është ky, në shenjën tonë, e cila dhe ky planet nuk ndihet mirë këtu, pra shkakton gjithmonë dëme. Ne na dëmton më tepër se gjitha shenjat e tjera. Normal që te shenja e binjakëve do të ndikohet, e njëjta gjë është e vlefshme edhe për shenjën e Virgjëreshës, ndërkohë që Mërkuri është i vendosur tek shenja e peshqve, nuk do të ndihen dhe është mirë, energjia është goxha e shpërndar. Për fat të mirë, për shenjën e binjakëve kemi më të thjeshtë që t'ja na shkolojnë problemin, duke qenë se kemi shumë vendosje tashmë tek shenja e dashit, prandaj dhe edhe pse logjika mund të jetë disi më e ngadalësuar deri ditën e martë, pra e kemi gjithsesi më të thjeshtë për t'ja na shkolur problemin, sepse marr një mbështetje vërtet shumë të madhe nga shoqëria, nga familja, pothuajse nga çdo gjë që kemi në jetën tonë. Ndërkohë që nga dita e Mërkurit tutje, futemi në fazën ku vërtet jemi shumë aktiv, bëjmë investime të mira,
Kjo është e vlefshme përsëri për të gjitha shenjat dhe arrim që të perceptojmë se cila është rruga që duhet të ndjekim, edhe kjo është e vlefshme për të gjitha shenjat. Por për përsëris, shenjat që do të ndikohen më pozitivisht nga kalimi i Mërkurit tek shenja e Dashit është shenja e Peshqve, është shenja e Binjakëve dhe ajo e Virgjëreshës. Ndërkohë që për të gjitha shenjat e tjera, ndikimi është relativisht pozitiv, do ta ndjejmë pak më pak këtë si ndikim, pra qoftë negativin qoftë më pozitivin, por do ta ndjejmë ato. Ndërkohë që kemi një ndikim super të fuqishëm që është hëna e re tek shenja e Dashit, është në datën 17, pra është ditën e premte, do të jetë në orën 12:51 të mesditës, prandaj dhe është një nga hënët e reja të cilat do të fillojmë ta ndjejmë pothuajse çdo sekondë të saj, çdo kalim planetar, sepse është vërtet shumë e fuqishme dhe kemi shumë vendosje tek shenja e Dashit. Kjo na bën shumë impulsiv, por në të njëjtën kohë na detyron që të marrim vendime dhe të mos qëndrojmë në statusin quo. Kur qëndrojmë në statusin quo dhe ai është negativ, detyrimisht ne fillojmë pak a shumë kalbemi, sepse sistemi na detyron që të rritemi vazhdimisht, dhe kur ne me këmbgulje vazhdojmë që të rrim në vendin ku jemi, aty ku ndihemi mirë, ku ndihemi komfort, normale që fillojmë dhe pak a shumë dëmtojmë të gjitha marrëdhëniet tona, sepse në të vërtet duhet të rritemi. Pra asnjë gjë nuk mund të qëndrojmë në vend siç është, duhet vazhdimisht të ndryshojmë ose të përshtatemi me rrjedhën e kohës. Kjo është edhe arsye që kjo hënë e re, pavarësisht se mund të bëhet shumë e vështirë, pavarësisht se mund të bëhet shumë e lodhshme, ndikimin e ka vërtet shumë pozitiv tek të gjithë ne. Ndikimet gjëre gjatë mund t'i gjeni, keni tek video që kam bërë, e keni tek kanali im i YouTube-it, mund ta ndiqni që atje, prandaj nuk do të qëndroj shumë gjatë. Ndërkohë që do të flas për disa kënde të cilat mund të bëhen pak të vështira, prandaj dhe duhet të jemi më të vëmendshëm gjatë gjithë javës në vazhdim. Duke filluar që nga dita e hënë, kemi në përgjithësi kënde negative të hënës. Duke filluar nga dita e hënë kemi kënd negativ me Uranin. Kjo mund të na bëjë shumë më tepër mos kokçarë se çfarë duhet, mund të marrim disa vendime në bazë të kësaj. Në përgjithësi këto vendime do të jenë për të ardhurat materiale, pra mund të investojmë në vendet e gabuar ose mund të bëjmë harxime pa kriter. Prandaj këto janë dy pika që duhet të jemi shumë të kujdesshëm. 1. E dyta, i njëjti kënd mund të na bëjnë që të jemi më tepër të mirë se çfarë duhet, dhe kjo mund të përdoret si në ambientin tonë të punës, po në ambientin familjar e të tjerë. Mund të krijojë ky si veprim një lloj ndjesie e cila mund të shkaktojë dhe zemërime me pikërisht personat që sa përmendëm, me familje, në vend të punës e të tjerë. Për fat të mirë, dita e hënë është pushim në shumicën e vendeve, po e di që do të ketë persona që do të punojnë. Ndërkohë që nga dita e martit tutje do të kemi tashmë bashkimin e disa planete, ose më themi takimin e disa planeteve, që është Mërkuri është në takim me Marsin, është me Neptunin dhe me Saturnin. Të gjitha këto planete, duke qenë se janë shumë afër njëri të shkruajnë një intensifikim të gjitha ndjenjave tona, të gjitha ngjarjeve ndodhin pak a shumë në ato vendosje që kemi në hartë. Kjo vendosje është vendosur shenja e Dashit tek harta juaj, duke qenë se ndryshon për gjithë secilin. Për t'i kuptuar dhe më mirë, do t'i këshilloj që të ndiqni përsëri videon që bëra në lidhje me hënën e re, duke qenë se aty kam folur vërtet gjatë kësaj radhe për pothuajse të gjitha temat që prekin të gjitha shenjat. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm për këtë arsye në lidhje me fillimet të reja, por në mënyrë që të fillojmë diçka, ne jemi të detyruar të heqim diçka nga jeta. Pse ndodh kjo dhe pse ndodh gjithmonë? Sepse aq kapacitet kemi, çdo individ aq kapacitet ka, aq fuqi ka për të mbajtur jetën e tij. Pra nuk mund të mbajmë gjithë botën në kurriz, jemi të detyruar që të mbajmë aq sa ne kemi fuqi. Prandaj dhe gjërat të cilat nuk mundemi të mbajmë ose ikin nga jeta jonë, ose fillojnë dhe shpërbëhen në mënyrë që t'i lëmë vend diçka të re. Që kjo që vjen e re në jetën tonë të jetë e shëndetshme dhe të jetë e përshtatshme me atë çfarë ne dëshirojmë, do t'i këshilloj që të rishikonte edhe një herë gjithçka gjatë gjithë kësaj jave që juve nuk funksionon, që ka një kohë të gjatë që po mundoni që ta bëni, po nuk po funksionon, sepse kjo është një moment vërtet shumë i rëndësishëm, shumë pozitiv madje, për të hequr nga jeta jonë gjëra që nuk janë funksionale, për të spastruar pra mirë dhe për të ndërtuar diçka të re më pozitive. Pak a shumë kjo hënë e re do të na kërkon për nesh që të jemi më të shpejt, prandaj edhe sa më të lehtë që të kemi, sa më të pakët ta kemi barën në kurriz, pa që më shpejt mund të vrapojmë.
Këto ishin ndikimet që kemi gjatë javës në vazhdim. Ditën e shtunë dhe të diel të javës në vazhdim, mund të jetë 2 ditë me mërë të themi që janë edhe pozitive, por mund të bëhen edhe pak të lodhshme. Arsye që mund të bëhet të lodhshme sepse jemi në fillimet të reja tashmë dhe donë që të vrapojmë, por dy të jetim hapa të sigurt. Bëhet fjalë për ditën e shtunë dhe të diel. Ndërkohë që gjatë javës, siç e thash, jemi në përgatitje e sipër për ciklin e ri të hënës. Cikli i ri hënës do të fillojë ditën e premte për përsërisje edhe një, prandaj dita e shtunë dhe e diel jemi të pasigur se ku do të hedhet hapa i parë, janë ditë në të cilat do të bëjmë planifikime. Pra, pak a shumë që ose ndajmë javën, është gjatë javës duhet të përzgjedhim mirë gjërat që do të heqim nga jeta jonë dhe ato çfarë do të mbajmë. Gjatë fundjavës, pastaj duhet fillojmë që të planifikojmë për javën në vazhdim, ose më thënë për ciklin në vazhdim i cili zgjat një muaj. Po filloj tani me ndikimet që do të kemi tek shenjat. Shenja që është më ndikuar gjatë javës në vazhdim është padyshim shenja e dashit. Kemi kalimet planetare, vazhdojmë që të kemi të themi paradën e planeteve, është kalimi i Mërkurit tek shenja juaj. Kjo do të jetë ditën e mërkur dhe ky kalim planetar do të thotë që të gjitha planetet tashmë kanë dalë nga shenja e peshqve, kemi shumë një dominancë tek shenja juaj për më thash. Dhe Mërkuri, siç e përmenda pak më parë, do të jetë në takim edhe me Marsin, si është drejtuesi juaj. Të gjitha këto vendosje juve i bën vërtet shumë impulsiv, por nga ana tjetër japen edhe shumë mundësi. Këto mundësi vijnë në forma të ndryshme, si për rritjen tuaj në karrierë, për zhvillimin e marrëdhënieve tuaja personale, për të kryer kontakte të reja, për të socializuar më tepër, për të qenë më aktiv, më proaktiv më të them, sepse e merrni gjithçka në dorë, por për shumë nuk keni më nevojë që të prisni nga të tjerët. Jeni në fazën ku filloni dhe ecni me hapa të sigurt, kemi ndryshimin në komplet identitetit tuaj, i cili kjo do të fillojë të ndihet shumë më tepër nga hëna e re e tutje, pra duke filluar nga dita e premte e tutje, por deri në atë ditë vërtet që fillojmë të perceptojmë se çfarë nuk funksionon në jetën tonë, i shikojmë të gjitha marrëdhëniet me një sy tjetër, jemi në të vërtet persona të cilët kanë një diapazon shumë të gjerë ose një horizont më të gjerë, prandaj dhe ky ju ndihmon që të përzgjidhni mirë se çfarë funksionon në jetën tuaj. Shenja e dashit në të vërtetë është një nga shenjat që ka shumë fat, është thjesht se në këto momente duhet të jetë vërtet shumë i vëmendshëm se ku e hapin, i keni këtë mundësi, mjafton që të mos nxitoheni. Problemi vetëm që mund të ekzistojë është se po lodheni. Disi dhe duke qenë se kemi një dominancë vërtet shumë të madhe në shenjën tuaj dhe mbi të gjitha, kjo hëneri do të jetë në takim edhe me Chironin ose me Chironin, që është plaga jonë e përjetshme, mund të thot edhe probleme tek shëndeti jonë fizik. Tani këto probleme tek shëndeti fizik janë me kusht në të vërtet. Në qoftë se ne nuk jemi aktiv, pra nuk bëjmë sport, mund të vëjmë vërtet probleme të rëndësishme në trupin ton, por në qoftë se ne jemi aktiv, pra gjithë atë energjinë, fuqinë që kemi në këto momente shfrymë diku, vërtet që jo vetëm që nuk do të kemi problem, por madje mund ta përdorim këtë moment për të rritur vërtet shumë. Kemi një avancim vërtet shumë të madh tek shenja juaj. Por përsëris kushti vetëm është që të jeni të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik dhe të jeni më aktiv në këto momente. Pikat ku do të këshilloj që të fokusoheni është vetvetja. Pika tjetër që do të këshilloj që të fokusoheni është socializimi i shëndetshëm në këtë rast, të organizoheni mirë dhe të mos e harxhoni kohën me situata ose me persona të cilët nuk janë të frytshme për ju, duke qenë se në këtë moment ju duhet disi të vraponi dhe nuk keni më kohë që të humbisni. Në lidhje me zhvillimet e karrierës është një javë pozitive, por duke qenë se jemi dhe gjatë javës të cilët duhet të heqim nga jeta gjërat të cilat nuk janë funksionale, zhgojnë edhe një me syrin e kritikut. Për sa përket çështjeve sentimentale, në këtë periudhë jeni me shumë fat. Keni disa vendosje të cilat e shtojnë vërtet shumë fatin tek shenja juaj dhe për më tepër jeni me shumë përgjegjës, pra si për zgjedhjet që bëni, po ashtu edhe në mënyrë se si i shikoni njerëzit tuaj, se si trajtoni njerëzit që keni në jetë. Për këtë arsye, shenja e dashit të paktën gjatë kësaj jave, gjithmonë është, po të paktën gjatë kësaj jave për mua është shenja e preferuar, do të doja vërtet që të kaloj akoma me një person që të shenja dashit. Jeni vërtet fantastik. Kalojmë tek shenja e demit. Për ju kemi një ndikim të fuqishëm,
prekeni vërtet shumë tek shëndeti mendor ose tek ana shpirtërore, jeni shumë të ngarkuar në këto momente, duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e dashit, çdo gjë rreth e rrotull jush po ndryshon shumë shpesh, shumë shpejt dhe shumë shpesh në të njëjtën kohë, prandaj edhe keni pak të vështirësi të kapni rendin e kohës. Keni mundësi vërtet shumë të mëdha për të krijuar një bazament në të ardhët materiale sepse keni fat, duke qenë se Venusi është i vendosur në këto momente tek shenja juaj. Por gjithçka siç e thash po ndryshon shumë shpejt dhe ju keni pak të vështirë që të kapni ritmin e kohës. Pak më tepër që mund të përballeni edhe me tashë teme, me personat që nuk ja duan shumë të mirën. Këta persona në përgjithësi mund të jenë në formën e partnerëve tuaj në përgjithësi në lidhje me bashkëpunimet, ose mund të jenë dhe persona të cilët në një farë mënyrë ose në një tjetër keni njohur nëpërmjet partnerëve tuaj. Pra në lidhje sentimentale, pra brenda martesave e të tjerë, pra nëpërmjet bashkëshortit, bashkëshortes ose dhe familjes në disa raste. Kjo do të thotë që duhet jeni vërtet shumë të vëmendshëm ndaj çdo gjë që dëgjoni dhe të mos e merrni shumë për zemër, gjë që mund të bëhet pak e vështirë, që të veproni në mënyrë impulsive kundër këtyre personave. Absolutisht nuk këshilloj, sepse në të vërtetë po mundojnë thjesht të marrin reagimin tuaj dhe që të pengojnë atë ritmin që keni në këto momente për të rritur. Është pak a shumë në mënyrë instinktive kjo, ajo çfarë po bëhet kundrejt jush, pra nuk është një sulm personal, është thjesht se ju në këto momente po testoni për të fundit nëse e meritoni apo se meritoni zhvillimin që po vjen aktualisht në jetën tuaj. Për fat të mirë kemi një vlerësim shumë të madh në lidhje me karrierën, do të filloni të ta ndjeni vërtet shumë duke filluar nga dita e njëjtë e tutje. Por do t'i këshilloj që në këtë pikë të jeni vërtet shumë të kujdesshëm me hapat që hini, duke qenë siç e thash mund të përballeni edhe me një lloj armiqësie nëse jeni duke u futur në një ambient të ri. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve familjare, marrëdhënieve sentimentale dhe lidhjeve afatgjata, jeni në një fazë vërtet shumë pozitive. Jeni një nga shenjat që keni më tepër fat në këtë pikë, duke qenë se Venusi, që është planeti i dashurisë, është i vendosur në këtë moment tek shenja juaj dhe krijon një farë stabiliteti ekonomik, krijon një marrëdhënie familjare shumë më tepër harmoni, e njëjta gjë është e vlefshme edhe për sa i përket lidhjeve afatgjata, në të cilat përsëris mund të keni një rindezje të gjitha ndjenjave, kjo ju bën detyrimisht të ndjeni më mirë. Por, duke qenë se shëndeti mendor, shpirtëror është indikuar, mund të thotë edhe ndikime tek shëndeti fizik, sidomos për ata që nuk janë të vëmendshëm dhe e tepërojnë atë çfarë konsumojnë. Shenja e binjakëve, për ju kemi një ndikim pozitiv, që është dita Mërkur, kemi kalimin e Mërkurit, drejtuesit tuaj tek shenja e radhës, që është ajo e dashit. Dita ente është disi e vështirë, duke qenë se kemi Mërkurin të vendosur te grada e fundit të shenjës së peshqve, kjo krijon kriza të rëndësishme në jetën tonë. Këto në përgjithësi mund të jenë brenda karrierës ose me prorët tuaj. Mund të merrni informacione ose mund të përcjellni informacione të cilat nuk priten aq përzemërsisht, ose mund të jenë edhe momenti i fundit ku këto marrëdhënie sfidohen. Pas kësaj jemi më të fokusuar tek realizimi i qëllimit që ne kemi në jetë, i parimeve tona, jemi më social në jetën tonë dhe për këtë arsye kemi edhe kontakte të reja të cilat hyjnë në jetën tonë, të cilat na ndihmojnë për të realizuar pikërisht këto që sapo përmenda. Në lidhje me karrierën në këto momente kemi një avancim, por mund të kemi edhe ndryshim komplet të rrjedhës së ujit, gjë që do të ndodhë detyrimisht në bazë të dëshirave tuaja, sepse ky pjesë e muaj që na ka ngelur të paktën është fiks realizimi i qëllimit të ëndrave tuaja. Në të vërtetë jeni shumë të aftë për ta bërë këtë, i keni të gjitha elementet në dorë, mjafton që ju thjesht të zgjidhni se ku do t'i vendosni. Nëse jeni apo jeni të kënaqur tek puna juaj, do të keni një ndikim vërtet shumë të madh. Nëse vlerësoni apo nuk vlerësoni ashtu siç duhet, edhe kjo do të ketë një ndikim shumë të madh. Por për ju do t'i këshilloj që t'jeni disi më të vëmendshëm në lidhje me marrëdhëniet tuaja personale, duke qenë se në këto momente, sidomos lidhjet afatgjata, mund të jenë disi më të sfiduara se sa zakonisht. Kjo sepse partneri juaj mund të ndjehet pak i testuar ose i kërcënuar nga një individ që është në këto momente rreth rrotullush, ose nga situata të ndryshme të cilat mund ta kenë bërë të ndjen i zëvendësueshëm ose e zëvendësueshme. Kjo është edhe arsye që do të këshilloj që të fokusoheshit pak për të mirëmbajtur këto marrëdhënie, duke qenë se kemi pasur një periudhë vërtet shumë të gjatë që keni qenë të shpërndar dhe mund të keni kryer të boshllëshe, le të themi, tek këto marrëdhënie, pra marrëdhëniet sentimentale dhe
lidhjet afatgjata. E njëjta që mund të jetë e vlefshme edhe në lidhje me partneritetet e biznesit. Nëse kemi një farë dyshimi, do t'i këshilloj që ta zgjidhni më njëherë pa ia lënë kohës, pra sepse ju mund të shkaktojë edhe dëme më të mëdha. Pika ku keni fat, që domosdoshmërisht keni fat në këto momente, është krijimi i diçka të re, duke qenë se më njëherë pas anës së re do të keni mundësi që të filloni që të realizoni ëndrat tuaja në mënyrë metodike tashmë, sepse e keni shumë më të hapur rrugën dhe mbi të gjitha jeni dhe shumë më të përgjegjës ndaj zgjedhjeve që bëni, prandaj është një periudhë vërtet shumë pozitive. Java në vazhdim në përgjithësi për ju është pozitive, jemi realist, përveç ditës së martë, e cila mund të bëhet pak problematike nëse nuk jeni të vëmendshëm, po është vetëm në mbasdite dhe duke qenë se në përgjithësi të paktën njerëzit nuk punojnë në mbasdite, mund ta keni më të thjeshtë për ta menaxhuar. Në lidhje me shëndetin, jemi të prekur. Se si do të jemi të prekur, do të këshilloj vërtet që të dëgjonit vitin që bëra për hënën e re. Shenja e gaforës. Në këto momente, shenja e gaforës ka ndikime në dy fusha të cilat janë shumë të rëndësishme. Një, karriera, krijimi i farë figure autoriteti në vendin e punës ose në çfarëdo lloj karriere që keni zgjedhur. Dhe e dyta është në lidhje me krijimin e stabilitetit ekonomik në shtëpi, brenda banesës. Kemi fat për të kryer lidhje sentimentale afatgjata, por në këto momente dy pikat kulminante ose dy pikat që janë shumë dominante gjatë javës në vazhdim janë pikërisht këto të dyja, banesa dhe karriera. Do të na duhet që të vendosim nëse jemi pusime të lumtur në atë çfarë po bëjmë dhe aty ku jetojmë. Marrëdhëniet familjare për këtë arsye mund të jenë disi të sfiduar sepse po krijojnë disa balanca të reja. Pak më tepër që kemi një hënë të re, pikërisht tek shenja e dashit, dhe kjo do të prek shumë edhe karrierën tonë në përgjithësi, mund të na duhet që t'i vëmë ta shqyrtojmë edhe një herë, ta analizojmë edhe një herë nëse është apo s'është rruga që ne duam të ndjekim. Mund të kemi ndryshime vërtet shumë të mëdha për këtë arsye, si për zhvendosje, po ashtu dhe mund të ndryshojmë edhe rolin që kemi tek vendimi i punës. Në përgjithësi, ndryshimet janë shumë pozitive, por kjo javë mund të bëhet pak e lodhshme. Tendenca është si gjithmonë për shenjën e gaforës të mbyllet pak më në vetvete dhe të mendohet edhe në momentin ku duhet hedhë hapin. Pak më tepër që gjatë gjithë kësaj jave do të kemi edhe hënën duke u zvogëluar, të paktën deri ditën e premte. Kjo do të thonë që energjia vjen duke ulur, duke filluar nga dita e mërkurë në bazë pra dita e mërkurë e njëjta dhe e premte janë 2 ditë e gjysmë, pra duke filluar që nga pjesa e dytë e ditës së mërkurë, hëna do të jetë tashmë tek faza e fundit që është e balsamike, që do të thonë është e padukshme në qiell. Kjo do të thonë që energjia e shenjës së gaforës është vërtet shumë e ulët, është pak më e hapur ndaj problemeve dhe problemet në përgjithësi mund të vinë në formën e probleme të rëndësishme tek shëndeti, sidomos tek stomaku, duke qenë se në këto momente është pika ku është më e ndjeshme tek shenja e gaforës. Në përgjithësi është për gjatë javës ta ketë edhe më tepër, dhe kjo mund të thotë që mund ta teprojmë atë çfarë konsumon dhe kjo mund të dëmtojë edhe më tepër komplet organizmin e saj. Që mund të thotë edhe probleme të rëndësishme, madje në disa momente mund të duhet që të frenohen, ndërkohë që në të vërtetë duhet të ecë. Tani se si duhet anashkolojmë këto probleme është e thjeshtë, të jemi të kujdesshëm atë çfarë konsumojmë, të fokusohemi tek gjërat që po funksionojnë në këto momente. Tek karriera jonë, të jemi të sigurt për hapin që do të hedhim më vonë, të mos bien pre e manipulimeve që mund të ndodhin ose do të ndodhin më të themi në këto momente, si tek kolektivi jonë, po ashtu edhe me persona me të cilët kalojmë kohën ose janë ekspert për të cilët marrin mendime të caktuara. E njëjta që është e vlefshme edhe të mos bien pre e vetë manipulimi, pra të mos e sabotojmë vetën tonë. Këto janë pikat të cilat shenja e gaforës që gjithë javës në vazhdim do të jetë e vëmendshme nëse dëshiron që të jetë funksionale në radhë të parë. Ndërkohë që në momentin që jemi disi më të programuar kujdesim për çfarë ham dhe çfarë pim dhe çfarë konsumojmë, e kemi shumë më të thjeshtë pasaj që të fokusohemi tek gjërat që kanë rëndësi. Këshilla më e rëndësishme gjatë kësaj jave është të bëni atë çfarë juve ju ndjeni të sigurt, të bën të ndjeni të sigurt. Kaloni kohë me persona që ju bën që të ndjeni si familje ose të sigurt, që ndjeni të kuptuar. Kjo vërtet do të ndihmojë që çdo problem që mund t'ju dalë përpara ta kaloni shumë thjesht. Është një farë nevojë energjetike që në këtë moment e ka shenja e gaforës, dhe nëse se këtë e mirë, pra të ndjesin e familjes që e duan njerëzit, që e pranojnë ashtu siç është, e ka shumë më të thjeshtë që të bëj ballë dhe të ketë edhe një farë morali, pra për të avancuar dhe në jetën e saj. Përse pikat më dominante gjatë kësaj jave që kanë ndikim më të madh është karriera dhe familja ose shtëpia.
Shenja e luanit, në këto momente kemi një ndikim shumë të fuqishëm, në përgjithësi shenja e luanit ka një spastrim të fanatizmit në këto momente, aty ku ka penguar vetën e tij për të avancuar, hëna e re që do të jetë ditën e premte, në të vërtetë është një ndikim shumë i fuqishëm për ju, duke qenë se është lindje e diellit të ri tek shenja e dashit ku dielli shkëlqen dhe dielli është drejtuesi juaj. Kjo do të thotë për një identitet të ri më të gjerë, keni një enë më të gjerë pas kësaj. Prandaj dhe keni mundësi shumë më të mëdha për të pasur një jetë shumë më të begat. Shenja e luanit është një nga shenjat e cilat mund të përfitojë shumë më tepër se të gjitha shenjat e tjera gjatë gjithë javës në vazhdim. Kemi shumë të qartë, do ta shikoni shumë qartë më të them se çfarë ju pengon, ku ju vetë deri në këtë moment nuk keni qenë të sigurt, ku mund të keni rënë pre në disa raste edhe e vetë sabotimit. Edhe pse ajo hënë re, pra që është ditën e mërkurë, mund të jetë e hapur përsëri në lidhje me sabotimin, ju në të vërtetë e keni shumë të thjeshtë se ta kuptoni se çfarë po bëni dhe ta anashkaloni ato ose ta shmangni. Prandaj dhe do të këshilloj që thjesht të shikoni, të jeni të vëmendshëm dhe të besoni syve tuaj, pse nuk ka nevojë që t'ia thotë dikush tjetër. Pika që në këto momente ju keni shumë fat, vërtet shumë fat, është çështje sentimentale. Kemi një perceptim të ri këtu. Kemi një zërim vërtet shumë të madh të jenës tonë. Kemi rritje vërtet shumë të mëdha edhe në lidhje me karrierën. Pavarësisht se mund të duket në formën e krizave kjo, nëse ju zgjidhni këto kriza pak a shumë siç e thash dhe javën e kaluar, e keni shumë më të thjeshtë që të avanconi në karrierë dhe kjo do të thotë ardhur materiale vërtet shumë të mira. Ndërkohë që mënyra e komunikimit është të përforcuar në mënyrë të dukshme, tani dhe nuk e të zgjasni më diskutimin më tepër se çfarë duhet, i shkoni pak a shumë në rrënjë pra muhabetit. Kjo detyrimisht ju ndihmon në çdo aspekt të jetës, por përse spika ku nuk gjatë kësaj jave keni më tepër fat është çështja sentimentale, se mos lidhet afatgjata, këtu ndjeni vërtet shumë të kuptuar dhe të këshilloj të kaloni sa më tepër kohë me këta persona. Nga ana tjetër, nëse nuk jeni në një lidhje, do të këshilloj që të kaloni kohë me personat që ju bëjnë të ndjeni si familje, pra të kuptuar e njëjta gjë, pak a shumë siç ishte tek shenja e gaforës. Në lidhje me shëndetin ju jeni të ndikuar, edhe pse mund të keni fat, edhe pse mund ta keni më të thjeshtë të anashkaloni problemet, e keni të ndikuar duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenjat e zjarrit, pra të shenjat e dashit sidomos. Prandaj dhe mund të kemi probleme tek rrugët kardiovaskulare, kjo të gjithë ata që kanë probleme, të gjithë ata të cilët e dinë që në moment që sforcojnë trupin e tyre kanë sado pak problem, gjatë kësaj jave do të këshilloj që të jemi më të qetë në veprimtaritë tona dhe të mos egzagjerojmë. Mundësisht të tokëzohemi, të mbushemi me frymëkarenci sepse ajri është i varfër në oksigjen, prandaj të kalojmë kohë në ambiente të cilat janë me pyje, me pemë, me bimësi, pra është e rëndësishme edhe për ju. Shenja e vergjëreshës në javën e vazhdim ka një ndikim rritës, rritet vërtet, domethënë rritet pikat ku zhvillohet më tepër më të themi, është në lidhje me vlerën që pranon të marrë, sidomos nga personat me të cilët ka bashkëpunuar. Aty ku deri në këto momente e di dhe ajo vetë që nuk është vlerësuar ashtu siç duhet. Prandaj dhe mund të kemi mbarimin e disa marrëdhënieve, tu bëhet fjalë më tepër në lidhje me të ardhurat materiale, të cilat nuk kanë qenë funksionale, me të cilat mund të kemi investuar shumë, por nuk kemi marrë atë çfarë meritojmë, pra ose çfarë meriton puna jonë. Ndërkohë që për ndarjen e pronave, për ndarjen e të ardhurave materiale, po ashtu edhe në lidhje me gjyqet, është një javë e cila në përgjithësi përfundon me drejtësi. Jemi shumë më përgjegjës dhe dim se si të komunikojmë në mënyrë që të marrim atë çfarë ne dëshirojmë. Ky ndikim fillon që të ndihet shumë herë më tepër dhe më i fuqishëm dhe më pozitiv nga dita e mërkurë tutje kur mërkuri të kalojë tek shenja e dashit. Tashmë jemi më të mprehtë, nuk e zgjasim shumë, i bëjmë gjërave pak a shumë shkurt, kjo dhe na fitojmë edhe më tepër kohë, pra nuk e harxojmë kot, prandaj dhe kemi edhe mundësi që këtë kohë që fituam, arrim që ta përdorim në vende që na nevojitet. Në lidhje me shoqërinë, në këto momente shenja e vergjëreshës vazhdon që të ketë fat, vazhdon që të ketë mbështetje. Mjafton që në këto momente të ditë të kërkojnë ndihmë. Kjo është e domosdoshme veç. Dhe plus kemi edhe për ju realizimin e ëndrave. Kjo sepse kemi arritur tashmë që të përzjedhim gjërat të cilat deri në këto momente na kanë penguar.
Për shenjën e virgjëreshës, jemi futur në një periudhë ku pengesat pak a shumë ju kanë rritur, i kanë forcuar, ju kanë bërë persona me një vullnet të hekur, pavarësisht se mund të jeni të lodhur, duke qenë se rrugën e shikoni shumë qartë, duke filluar nga dita e mërkurë tutje, do ta keni shumë më të thjeshtë, do të jeni shumë më të bindur dhe më të sigurt në hapat që jeni. Gjithsesi, por përsëris do të këshilloja të dëgjonit edhe videon që kam bërë në lidhje me hënën e re, sepse aty kam folur edhe më gjerë në mënyrë se si mund të ndikohen qoftë shëndeti dhe qoftë edhe tek ndikimet e tjera të cilat prekte kjo hënë e re. Nga kjo javë, në përgjithësi, do të kemi ndikime pozitive edhe për sa i përket çështjeve sentimentale, sepse jeni shumë më tepër pasionant kundrejt partnerëve tuaj, sidomos ata që janë në një lidhje afatgjatë, këtë ndikim do ta ndjejnë edhe më tepër. Do t'ju këshilloj që të kalonit kohë me partnerët tuaj, për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje, nuk ka fare rëndësi, jeni në një periudhë me fat, mjafton që ju të dëshironi që ta reflektoni këtë pasion kundrejt jetës. Në momentin që e shprehni pasionin për jetën, do të filloni që ta argëtoni edhe më tepër, madje e gjitha kjo mund të ndërtojë edhe një cikël të ri i cili sjell në jetën tuaj shumë begati të madhe, duke qenë se paraja dhe gazi janë në njëjtë energji. Shenja e peshores, kemi një hënë të re tek shenja e dashit javën që vjen dhe ky është ndikimi dominant. Është një nga hënët të reja më të fuqishme, e cila ka një ndikim shumë më të madh se të gjitha hënët të reja pothuajse që kanë ndodhur kohët e fundit. Pothuajse është si një lloj eklipsi në të vërtetë, duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e dashit dhe për ju domethënë mbarime pothuajse të menjëhershme, si të prermetik të çdo lloj marrëdhënie e cila nuk është funksionale. Qofshin këto partneritete biznesi, qofshin këto martesa, qofshin këto lidhje afatgjata ose lidhje në përgjithësi sentimentale. Kjo do të thotë që ju pas kësaj futeni pak a shumë në një fazë të re, komplet të jetës, më të spastruar, në një fazë jete e cila është shumë më përshtatshme ose më shëndetshme për ju. Mund të bëhet pak e dhimbshme detyrimisht nëse mbaron një lidhje e cila është afatgjatë, nuk keni ditë se si ta ose nuk ka qenë funksional, ose për një arsye ose për një tjetër ka mbaruar në momentin që ju nuk ishit gati. Gjithsesi, pas kësaj kemi fillimin e një periudhe ku ju jeni më të përgjegjshëm kundrejt vetes, krijeni një farë identiteti shumë më të shëndetshëm brenda lidhjeve. Kjo sepse nuk e shikoni më veten tuaj sikur plotësoheni nga dikush tjetër, e fillon ta perceptoni veten tuaj të plot dhe filloni të krijoni lidhje në bazë të kësaj. Përsa i përket anës materiale, në këto momente shenja e peshorës është një nga shenjat më me fat në të vërtetë, sepse kemi vendosjen e Venusit tek shenja e Demit, që domethënë kemi mundësi shumë të mëdha për të qenë pjellor në jetën tonë, për kryer begati shumë thjesht. Por duke qenë se fokusi kryesor, pasi që është më dominant, është në lidhje me çështje sentimentale, mënyrë se si ndihemi brenda tyre, mund ta humbisni këtë shans në qoftë se nuk fokusoheni edhe këtu. Dhe pika tjetër që kemi një zhvillim vërtet shumë të madh është karriera. Kemi një farë figure autoriteti, kemi një farë periudhë të gjatë faktikisht që e kemi këtë, është thjesht se shenja e peshorës mund të jetë e shpërndar, sepse çdo javë ka pasur një ndikim tjetër dominant. Prandaj dhe mund ta ketë humbur atë shansin e të them për ta përdorur në momentin e caktuar rritjen e saj në karrierë. Kjo është edhe arsye që vazhdimisht po e them që kemi mundësi, sepse kjo është një degë e hapur tashmë dhe mund ta përdorim. Në lidhje me shëndetin, jemi të ndikuar të gjithë, ju jeni një ndër shenjat më të ndikuara, sepse preket në mënyrë të dukshme komplet sistemi imunitar dhe për këtë arsye mund të kemi edhe sëmundje, sidomos ato që prekin pak a shumë rrugët urinare, të cilat mund të jenë me temperaturë, pra mund të kemi infeksione. Këshilla detyrimisht është që të jemi të vëmendshëm, të jemi aktiv, proaktiv, por normalisht mos e teprojmë. Shenja e akrepit, për shenjën e akrepit, po them si fillim atë çfarë duhet jemi të vëmendshëm është shëndeti fizik, vartësitë që përmendoj javën e kaluar, vazhdojnë që të jenë aktive edhe gjatë kësaj jave. Ditët të cilat janë shumë më aktive është dita e martë. Gjatë kësaj dite vërtet që mund të bijem shumë më shpejt pre e një farë melankolie, prandaj edhe mund të bijem më tepër pre e këtyre lloj vartësish. Që mund të prek në mënyrë të dukshme shëndetin tonë fizik. Duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm për këtë arsye dhe të përgjegjshëm në lidhje me trupin tonë, sepse kjo mund të prek në mënyrë të dukshme komplet shëndetin.
Gjë që mund të thotë kemi infeksion të cilat smadhohen, madje mund të kemi edhe uljen e energjisë për këtë arsye. Edhe pse në këto momente shenja Akrepi është shumë aktive, duhet të jetë shumë aktive, më të themi, kemi një fuqizim vërtet shumë të madh tek shenja juaj, duke qenë se jeni shumë më tepër kreativ në këto momente, keni një pasion vërtet shumë të lartë për jetën, madje kemi edhe një trekëndësh uji i cili mund të përdorur për të rritur motivimin. Qoftë se përdorni këtë pasion, atëherë keni mundësi që të krijoni lidhje të reja, keni mundësi që të zhvilloni ato që keni, projektet që keni aktualisht në duar, dhe kjo mund të thotë edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Pak më tepër që në këtë momente kemi edhe një Venus të vendosur tek shenja e Demit që ndodhet përballë me ju. Kjo më thotë, do të thotë më të themi, marrëdhënie sentimentale vërtet shumë pasionante, shumë më pozitive, më romantike, tek të cilat ndjeni vërtet të kuptuar, dhe mund të kemi edhe me hënën e re fillime të reja, biznesi, po ashtu fillime të reja të disa projekteve të cilat ju bëjnë që të bini më tepër në sy në karrierë. Mjafton që ju të jeni të vëmendshëm, të jeni të kujdesshëm, të kujdeseni për trupin tuaj në mënyrë që edhe ai të kujdeset pastaj për ju. Ky është kushti i vetëm për që ka shenja e Akrepit. Kemi një ndikim në këto momente i cili krijon krizë, që është Urani i vendosur përballë me ju tek shenja e Demit, por për fat të mirë vërtet, njëti Uran ka kënde pozitive, pothuajse gjatë gjithë javës, përveç ditës së hënë që ka një kënd negativ me hënën, por ju keni shumë të thjeshtë që ta kaloni ose ta anashkaloni. Mjafton që të jeni vërtet të kujdesshëm në lidhje me atë çfarë bëni fizikisht dhe në jetën tuaj të përditshme. Pa të krijoni një farë rutine e cila ju ndihmon dhe ju i pengon. Shenja e Shgjetarit, në këto momente, duke qenë se kemi vendosje të shumta tek shenja e Dashit, për ju kemi aktivizim shumë të madh të shtëpisë së fatit, prandaj edhe jeni me fat. Në të vërtetë jeni me shumë fat, jeni shumë kreativ, keni një rritje në energji i cila sa vjen dhe shtohet, duke qenë se kemi disa vendosje tek shenja e Dashit. Kjo do të thotë që për ju fillimet e reja në këto momente janë shumë pozitive. Keni një fat shumë të madh, por duhet jeni të vëmendshëm se sa e përdorni këtë fat, ose më themi se sa mundeni që t'i përdorni çdo gjë, çdo element që bëni në këtë në jetën tuaj, prandaj të jemi të programuar është kusht detyrimisht. Për të kryer projekte të reja, më tepër do të këshilloj që të programonim, pra të jemi të sigurt për hapësh do të hedhim më vonë pas hënës së re, që është ditën e premte. Prandaj edhe gjatë kësaj jave, më tepër se sa të fillojmë diçka, do t'ju këshilloja që të spastrojmë mirë gjithçka që na pengon. Pas kësaj, për pas hënës së re, kemi shumë më të thjeshtë, nëse kemi të programuar që të hedhim hapat e para më të sigurt, madje do të marrim një ndihmë shumë më të madhe edhe nga sistemi. Në lidhje me thashë teme që mund të përhapen gjatë kësaj periudhe, për ju, personat të cilët flasin pak a shumë me henj, do të këshilloj që të qëndroni larg, mundësisht të kaloni më pak kohë me persona që e vinë në re që nuk janë pozitiv kundrejt jush, sepse në këto momente mund të dalin në skenë disa individ të cilët ose më them, të nxjerrin fytyrën e vërtet në skenë disa individ që deri në këto momente mund të jenë si miq, e them ship. Por nga ana tjetër, gjatë gjithë javës në vazhdim, kemi mundësi, pra siç e thash, për të filluar diçka të re. Kjo është një energji që është aktive në këto momente. Kemi një kreativitet shumë të lartë, kjo mund të shprehet edhe në lidhje me krijimin e lidhjeve të reja sentimentale. Kjo është vetëm një pikë që nuk kam arsye pse t'ju them që prisni për më vonë. Është një nga periudhat më pozitive që mund të ekzistojë. Jeni të përgjegjshëm, dini se si të veproni, por kemi pak a shumë një lloj të njëjtin vendos, ose më them, të njëjtin ndikim siç e kishte shenja Akrepi, që mund të bini pak më tepër pre e vartësive. Kjo është më e butë siç e kishte shenja e Akrepit, dhe është diçka shumë më tepër menaxhueshme, mund të bëhet pak a shumë pa dashje, por mund ta teproni në momentin që jeni duke argëtuar, ta teproni pak më tepër me alkoolin për shembull. Por është më e menaxhueshme, më thonë që të jeni të vëmendshëm. Dhe pika që duhet jemi të kujdesshëm është shëndeti, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenjat e Zjarit, por ju kjo do të thonë probleme të rëndësishme tek pak a shumë pjesa që nga mesi e poshtë, sepse mund të keni më tepër enjtje që të tokëzoheni, do t'ju këshilloja me ngulm, të hidratoheni ashtu siç duhet, do t'ju këshilloja me ngulm, dhe të kontrolloni marrjen e kripës, do t'ju këshilloja me ngulm. Shenja e Bricapit, për shenjën e Bricapit është fazë
shumë e rëndësishme, pozitive apo negative, vërtet që është në vartësi të hartës më tepër, por në përgjithësi në 90% të rasteve, nëse jemi të vëmendshëm, mund të përdoret si një hap shumë i rëndësishëm drejt suksesit për gjithçka, duke qenë se në këtë moment po kryhet baza e jetës tuaj. Kjo bëhet fjalë edhe në lidhje me krimin e familjes, bëhet fjalë edhe në lidhje me krimin e të ardhur materiale, bëhet fjalë edhe në lidhje me karrierën, ku mund të duhet të zhvendoseni në disa raste për një karrierë më të suksesshme, ose mund të kemi edhe raste ku mund të zhvendosen sepse shtëpia ku do të kaloni është, le të themi, në një vend më tepër prestigjioz. Në përgjithësi kemi rritje në këto momente tek shenja e Briciave, por do të jemi të sigurt për çdo hap që hedhim. Pra, mund ta përdorim në atë mënyrë. Gjithsesi nuk do të jemi impulsiv. Në çdo veprim impulsiv që bëjmë e kemi një pasojë, pothuajse menjëherë. E kemi më të vështirë në të vërtetë që ta ndryshojmë, ta rregullojmë diçka sesa të marrim masa. Prandaj, përpara se të hedhim çdo hap, do të këshilloj të jemi të vëmendshëm. Ta llogarisim, pastaj ta hedhim. Pas ditës së mërkurë e kemi më të thjeshtë që të veprojmë, duke qenë se mërkur do të jetë tek shenja e dashit dhe kjo ju bën juve më të mprehtë në ide. Deri atë ditë mund të përdorni edhe fjalë, pra deri ditën e martë, mund të përdorni disa fjalë pa vend që mund të sforcojnë marrëdhëniet tuaja personale. Por kemi fat në lidhje me të ardhurën materiale. Është vendi vetëm ku keni fat, nuk keni nevojë që të bëni ndonjë gjë të madhe, më vërtet keni fat. Dhe mund të kemi edhe mbylljen e disa temave ose gjyqeve të mosmarrveshjeve në lidhje me trashëgimit. Kjo do të thotë edhe një arsye plus që mund të zhvendoseni për shembull në një shtëpi të re ose në një vend të ri. Në përgjithësi për shenjën e Briciavit, ky është një nga momentet më kreative, më pozitive që mund të ekzistojë, sepse vërtet po kryhet një bazament i ri shumë i fuqishëm. Pak më tepër që në këto momente kemi edhe disa vendosje tek shenja e dashit që kanë këmbë pozitiv me Plutonin, i cili në këto momente fiks është i vendosur tek shtëpia juaj e të ardhurave materiale dhe krijon një farë graviteti, fuqie gravitacionale pikërisht tek të ardhurat materiale. Prandaj, çdo hap i sigurt që hidhni ju çon drejt suksesit dhe kthehet menjëherë në të ardhurat materiale, sepse ju vlerësoheni ashtu siç duhet, qoftë nga vetja, qoftë nga prorët tuaj, qoftë nga ambienti që ju rrethon. Pak a shumë bëheni persona e të cilët impononi respektin. Në lidhje me shëndetin jemi të prekur të gjithë, edhe ju jeni të prekur. Pikat ku i keni pakës më problematike gjatë kësaj periudhe është lëkura, sidomos personat të cilët kanë alergji të ndryshme, qoftë rozaça për shembull, ose probleme të ndryshme me lëkurën, gjatë kësaj jave mund ta ndjeni edhe më tepër sepse këto probleme ekzagjerohen. Shenja ujorit është shenjë me fat, duke qenë se është ndikimi që sapo përmenda i Plutonit të vendosur në këto momente tek shenja juaj, dhe i njëjti Pluton ka kënde pozitive me Marsin, me Mërkurin, me Neptunin, me Saturnin. Prandaj është një nga shenjat e cila pothuajse në çdo aspekt jetës fillon edhe merr ndihmë. Në përgjithësi këtë fillojmë që ta vëmë re si ndihmë që vjen në formën e shoqërisë, nga shoqëria jonë, pra nga njerëzit tonë të dashur. Vjen nëpërmjet vëllezërve, motrave, të cilët na hapin disa dyer që ne i mendonim që nuk ekziston ose ishin të mbyllura. Kemi një mënyrë komunikimi shumë efikase. Çdo udhëtim që bëjmë, kjo mund të jetë udhëtim i vërtet që të udhëtojmë për diku tjetër, ose çdo informacion i ri që marrim, pra çdo udhëtim brenda vetes tonë, mendjes tonë, na hap rrugë të reja të cilat përkthehen të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Kemi krijimin e një periudhe, ose fillimin të një periudhe ku jeni shumë efikas në jetën tuaj. Keni shumë fat, duke qenë se kemi një vendosje tek shenja juaj për te Plutonit, që është Zhunoja, e cili si një fat vërtet shumë të madh. Pak a shumë hap që jetë dhe juve ju tregojnë se cilat janë vendosjet të cilat duhet i përdorni në këto momente. Në përgjithësi kemi fat në lidhje me çështje sentimentale, për të kryer lidhje afatgjata të shëndetshme. Ne ndjejmë veten të sigurt për çdo hap që hedhim. Kjo detyrimisht na ndihmon që vetbesimi të reflektohet edhe përballë, prandaj edhe njerëzit rreth rrotull na respektojnë edhe më tepër. Kjo është një nga arsyet që lidhjet që krijohen në këto momente mund të
lëvizin shumë shpejt dhe mund të kalojnë pothuajse menjëherë në martesa ose në krimin e familjeve, në bashkëtesa, në disa raste në krimin e disa bashkëpunimeve shumë fytyrpruese. Pika ku është problematike, por mund të zgjidhet shumë lehtë, mjafton që ne jemi pak më të qetë, është marrëdhëniet familjare, duke qenë se mund të kemi disa sfida sepse drejtuesi juaj Urani në këtë moment është i vendosur tek shenja e Demit dhe ndikon pikërisht këto lloj marrëdhëniesh. Por nëse ne jemi thjesht të vëmendshëm, nuk bien pre e vetë sabotimit, pra i dëgjojmë me vëmendje se çfarë po na thuhet dhe nuk reagojmë, thjesht veprojmë në lidhje me zgjidhjen e problemeve që mund të jenë në ato momente, e kemi shumë të thjeshtë për përsëris që t'ja na shkolojnë problemet, madje t'i shndërrojmë këto marrëdhënie në diçka shumë më të shëndetshme, me më tepër harmoni. Kjo është edhe arsye që shenja e ujorit gjatë gjithë javës në vazhdim, edhe pse mund të ketë sfida të vogla tek këtu, më thënë, e ka shumë të thjeshtë që ta shijojë pothuajse çdo ditë. Dhe pika ku jemi të ndjeshëm është shëndeti, duke qenë se në këto momente, gjatë gjithë javës në vazhdim, të themi, ka një element ajri të ulët, kjo do të thotë që ju si shenjë ajri që jeni do të ndikoheni, prandaj dhe do t'ju këshilloj që të kaloni sa më tepër kohë në natyrë, të mos në vende me tepër bimësi, që ta keni më të thjeshtë që të jeni në elementin tuaj. Për të gjithë personat të cilët jetojnë afër malit, e kanë më të thjeshtë, do t'ju këshilloj që të shkoni aty. Shenja e peshqve. Gjatë javës në vazhdim do të kemi dy ndikime shumë të rëndësishme tek shenja juaj. Një është kalimi i Mërkurit tek shenja e radhës, që është e dashur, pra do të mbarojë tashmëdhëtimin tek shenja juaj. Dhe e dyta do të kemi edhe një hënë të re tek shenja e dashit. Të dyja këto ndikime pozitive. E para, kalimi i Mërkurit tek shenja e dashit do të thotë që mbaron udhëtimi tek shenja juaj dhe kjo do të thotë që tashmë nuk jeni më të shpërndar në ide, në mendime. Pak më tepër që nuk e keq kuptoni ambientin. Ky mund të thotë edhe përkthehet më të themi, pothuajse menjëherë edhe në një vlerësim më të lartë të vetes tuaj, ndikimi i cili mund të bëhet pak i lodhshëm gjithë javës në vazhdim është probleme që mund të dalin me e prorët tuaj, duke qenë se mund të kemi disa biseda të cilat keq kuptohen shumë thjesht, nëse se ju nuk jeni të qartë në atë çfarë thoni ose në atë çfarë kërkoni, nëse ja ulni vlerat vetes ose nëse dhe ja rrisni. Pra duhet jemi shumë të qartë në vlerën tonë, në mënyrë që këto marrëdhënie të mirëmbahen e parapunës dhe e dyta të gjendet një rrugë e përbashkët. Por duke qenë se keni një durim pak të ulët, një. E dyta, duke qenë se në këto momente tek shenja juaj vjen një lloj pesimizmi, mund edhe t'i thoni boll gjithçka edhe të prisni gjërat në momentin e fundit, ndërkohë që duhet të vazhdoni të punoni. Në re që do të jetë ditën e premte, ascendentin do ta ketë të vendosur tek shtëpia juaj e marrëdhënieve brenda kolektivi, pra tek vendi i punës, qoftë me prorët tuaj, qoftë me probleme të tjera që mund të keni në jetë, mund të shprehni tek kolegët tuaj, prandaj edhe këto marrëdhënie mund të sforcohen. E njëjta gjë është e vlefshme ose më them mund të ndikohet edhe shëndeti juaj fizik, duke qenë se jeni një nga shenjat e cilat sistemin imunitar e keni më të ndjeshëm se të gjitha të tjerat. Prandaj dhe, në vend që të shfryeni vende pa vend, do të këshilloj që jeni më të kontrolluar, energjinë tuaj ta fokusoni aty ku nevojitet, që në këto momente të vërtet keni aftësi vërtet shumë të mëdha për të rritur. Siç e thash, të dyja ndikimet të mëdha që kemi gjatë javës në vazhdim, në të vërtetë janë pozitive për ju. Mjafton që ju të vetë vlerësoni ashtu siç duhet, të kërkoni vlerën që meritoni, por ta kërkoni me gjuhën e dur. Pra gjithçka në vendin dhe me mënyrën e duhur është e rëndësishme gjatë gjithë javës në vazhdim. Ndërkohë që pikat ku keni zhvillimet më të mëdha në këto momente janë çështjet sentimentale, krijimtaria shumë e lartë, keni mundësi vërtet shumë të mëdha për të krijuar diçka të re në pothuajse çdo aspekt të jetës, por siç e thash, mund të keni një fillim në një lidhje shumë pasionante, duke qenë se në këto momente pasioni në përgjithësi për jetën do vite duke u rritur. Në qoftë se ju nuk vini prej pesimizmit dhe atë energjinë negative që mund të qarkullojë aktualisht rreth rrotullit është mos e shfryni në vende të gabuara, e keni shumë të thjeshtë në të vërtetë që ta anashkaloni çdo problem që mund të dalë. Pak më tepur që hëna e re, që do të jetë ditën e premte, për ju do të thotë tashmë një rilindje në lidhje me mënyrën se si trajtoni qoftë veten tuaj, qoftë vlerën tuaj, qoftë punën tuaj, qoftë paran, pothuajse gjithçka.
Kjo është edhe arsye që pas ditës së premte tutje do të përballen me një shën të peshqve shumë herë më ndryshe, më të shëndetshme, më duhet të them, dhe që nuk i ngelet hatri me çdo gjë. Okej, këto ishin ndikimet që kemi për javën në vazhdim. Kam folur për të gjitha shenjat. Këtë video do të mund ta gjeni nesër tek kanali im YouTube-it. Fola për javën në vazhdim për tematikat që preket çdo shenjë. Mund të keni tema të tjera të cilat ju vijnë në mendje dhe të cilat nuk mund, ndoshta si kam përmendur gjatë kësaj lidhjeje. Kjo do të thotë që gjatë javës në vazhdim nuk ishin dominante, por mund të jenë pyetje personale tuaja. Në qoftë se dëshironi që të merrni përgjigje të këtyre pyetjeve, mund të drejtoheni tek WhatsApp-i im, të më shkruani nga WhatsApp-i im për të marrë konsultën tuaj, atëherë ju përgjigjem. Okej, këto ishin ato çfarë kisha për të thënë. Dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Faleminderit edhe një herë dhe pashim.